Deputeti i LDK-s Ekrem Hyseni ka bërë me dije se kjo parti do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës së kryeparlamentarit Klau Konjufca për takimin e së martës, ku janë ftuar liderët e partive politike për të diskutuar lidhur me organizimin e mbajtjes së seancës konstituitive të 15 prillit. Ai ka bërë me dije se kjo ftesë nuk vjen nga lëvizja vetëvendosje, por është ftesë që parashihet me rregulloren e punës në Kuvendin e Kosovës. Në një prononcim për mediat, ai ka treguar se cili është qëllimi i këtij takimi. Absolutisht po, kjo ftesë e kryeparlamentarit nuk është ftesë e subjektit të lëvizjes vetëvendosje, por është ftesë institucionale, të cilën e rregullon rregulloria e funksionimit të kuvendit, ku thotë se kryeparlamentari fton partitë në takim konsultativ për të caktuar rendin e ditës dhe njëkohësisht rendin e ditës dhe ulëset e deputetëve, por edhe çështje të tjera që funksionojnë në mbarvajtjen e seancës së parë të kuvendit. LDK-ja do të marrë pjesë në takim me kryeparlamentarin Konjufca, sepse konstituimi i legjislacionit të ardhshëm bëhet përmes rregullores dhe ligjeve në fuqi, është shprehur Hyseni.